E treta vëllezër, është se personi kur e adhuron Allahun subhanahu wa taala, sidomos kohën që po e thon, që është koha e fitneve, kur ti angazhohesh me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala në kohë të fitneve, çfarë shpërblimi ki shpërblimin sikur me bë hijret te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, al-ibadatu fil harj ka hijratin ilay. Si transmeton Muslimin sajnati. Ai që angazhohet me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala gjatë fitneve të mëdha, cilat I godasin njerëzit. Pra edhe në këtë kohë nuk e harron, nuk shpërqendrohet sikur njerëzit e tjerë. Mirë po fokusohet në adhurimin e Allahut, thotë është sikur me bë hijret te unë. Shkon vetë çfarë vlerë, çfarë shpërblimi. Po ashtu vëllezër, njeriu I cili angazhohet me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala gjatë kohës fitneve edhe tregon është stabil në fenë e Allahut, ka me pas shpërblimin e 50 sahabive. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka drejtuar sahabive, ka thënë inna min waraikum ayaman. Thot mrapa juve thot ju presin ditë vështira me fitnë të mëdha. Thot as-sabru fihinna mithlu al-qabd 'ala al-jamr. Me durun gjatë këtyre ditëve, edhe me majt fen, thot është sikur me e majt gacën në dorë. E dini ne si e marr gacën në dorë, shumë probleme me majt. Thot lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Ai që punon, bon punë të mira gjatë këtyre kohëve të fitneve, thot ka me pas shpërblimin e 50 njerëzve që punojnë sikur puna e tij. 50 njerëzve që punojnë sikur puna e tij. Tar sahabit e kanë pyetur, o dërgumi I Allahut, ajru 50 rajulan minna aw minhum, ka me pas shpërblimin e 50 prej njerëzve të kohës tij apo prej neve, ka thënë bel ajru 50 rajulan minkum. Jo, ka me pas shpërblimin e 50 prej juve. Shkon çfarë vlerë? Shpërbleher sa 50 sahabi. E na e dim vlerën e sahabive. Këtë hadith transmeton Tirmidhiu Ibn Majah, dhe hadithi është I saktë. A da vëllezër, këna e me kuptu se kohët e fitneve, trazirave nuk janë duan gjithmonë e keqe absolute. Mirë po në to ka dobi madhështore, mirë po kush përfiton vëllezër, vetëm ata që ehlul iman edhe al-ibad, ata që janë besimtarë të mirëfillt, edhe janë të angazhuar ashtu si duhet në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. A shkon vëllezër, besimtari çdo gjë që e rrethon është hajër për to. Edhe kohën e fitneve, edhe kohën e trazirave, mos ka nuk angazhohet me gjatë tyre kohëve me duke e shah apo duke e fëndu filon personin apo filon vendin apo çfarë do qoftë, mirë po çka apo duke e shah kohën apo fitnën, mirë po angazhohet me ato që përfiton për një mepër. Që është adhurimi ndaj Allahut subhanahu wa taala.